Shoqërie madhe, atmosfera lvizet të zjarr, shoqërie papar. Jurgen dhe Mariola Kaçani kanë mbledhur një numër të madh qytetarësh në ambientet e kinemas verore në Vlorë, në një mbrëmje të mbushur me muzikë dhe atmosferë festive. Të pranishëm në koncert ishin jo vetëm qytetarë vlonjat, por edhe pushues nga qytete të ndryshme të vendit dhe turistë të huaj që po kalojnë pushime në qytetin bregdetar. Koncerti organizuar nga Qendra Kulturore e Bashkisë Vlorë ka gjallëruar zonën pranë shëtitores bregdetare, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve që ndodheshin në lungomare. Jurgen dhe Mariola Kaçani interpretuan për publikun duke krijuar një atmosferë festive dhe duke kthyer mbrëmjen në një tjetër aktivitet argëtues të sezonit veror në Vlorë. Aktivitetet të tilla kulturore dhe artistike kanë qenë të shumta gjatë kësaj vere në qytetin bregdetar, duke pasuruar kalendarin e eventeve dhe duke u ofruar qytetarëve dhe turistëve mundësi të ndryshme argëtimi gjatë mbrëmjeve verore. Vlora vijon kështu të ndërthur ofertën turistike me aktivitetet kulturore dhe muzikore, të cilat japin më shumë gjallëri shëtitores dhe zonave më të frekuentuara të qytetit gjatë sezonit turistik. Shamin e jeshile Udhës të malit kur dhije Dridhe moj sys dhe zadrive Dridhe moj Dridhe moj shamin e jeshile